Ju si prind shembull ose si një vëlla është mirë mja përkujtu motrës që e ki dikun të martume që e ka venin kur dush edhe ser dush të shtëpia ku lindë ku rrit. Mos i thuj shembull ti qikës tënë që hej tash e ke zgjedh ti burrin që ta edhe ti me që ta kime nejtë të njëtën edhe kime dëru që të bon kjo s'ki shka me bo sabër. Nuk shkon ashtu. Ka plot shembull pi femnave që shkojnë martohen të dikush, a e martohet për të mirë se ka menu që ka me kalu të njëtën mirë me ta, ose i qilon burri shumë i keq, e maltreton, si a dim vlerën, ja bon 100 sene, ose dhe familja tina që ashtu të njëtin sen ja bojnë, edhe aje për çdo ditë me stres edhe me mërzi të e hangër vetën, pse se s'ka ku shkën. Ju kanë mshel dyrë të na onë, duhet me nejt mi dëru që ata njerës për çdo ditë. Kështu që ti si prind ose si vëlla, qysh mund më ta përballu shpirti shembull me pa motrën tënd të jetu qasin gjendje, e ti me nejt rahat. Kështu që kujtoja asaj që e ki venin aty, nuk e mos e le kërkon me diskriminu ose me ullë poshtë.